Me Erion Stavrin, koordinator i Federatës Shqiptare të Futbollit për organizimin e kursit UEFA C që është zhvilluar në Shkodër. Profesor, diçka një marrëvajtjen e këtij kursi që zgjati rreth një muaji. Atëherë, sot kemi përfunduar kursin UEFA C në zonën rajonale të Shkodrës. Është kursi i nivelit bazë për formimin e trajnerëve të ri, është një kurs i një rëndësie shumë të veçantë, sepse ky kurs i referohet shumë futbollit moshave 6-12, i cili për mendimin tim dhe në fokusin e drejtorisë teknike dhe sektorit të educationit ka rëndësi të veçantë sepse merret me trajtimin e moshave të vogla, ku mendojmë që moshat e vogla janë serbatori i furnizimit të ekipeve zinxhir në klube, akademi dhe shoqata. Përgjithsisht si shkoi si kurs, pati interes edhe nga kursantët, nga pjesëmarrësit, që pjesa më e madhe ishte nga Shkodra dhe Veriu. E vërtet është, pjesa më e madhe ishte nga Shkodra, por kishte edhe nga Puka, nga Lezhë dhe nga rrethinat afër Shkodrës. Niveli i kursit ishte i kënaqshëm, studentët të gjithë ishin të interesuar për të updateuar me të rejat e fundit të futbollit. Mbarvajtja e kursit ishte në nivelin e kënaqshëm. Ishte teori, praktik. Sipas konventës së coaching, kurset e UEFA-s të gjitha sot janë të ndara në 50% teori dhe 50% praktik. Kursi jon normalisht u zhvillua në mënyrën sipas udhëzimeve të UEFA-s, ku bëhet midis praktikës dhe teorisë. Ato gjërat të cilat neve i trajtojmë në klasë, dalim jashtë në fushë dhe i prodhojmë me studentët së bashku, sepse ata duhet jenë përgatitur që nesër të trajnojnë fëmijët e vegjël. Pozitive është sepse vazhdon të jetë me sukses pjesëmarrja e elementit femër, edhe këtë radhë kishte kursante femra. Është një nga direktivat e UEFA-s kjo, sepse edhe futbolli i femrave avash gradualisht, siç e keni parë dhe ju në Shkodër, ku jeni, si të them, ekipi pararoj në Shqipëri me futbollin e femrave, me rezultatet të cilat keni arritur. Një rëndësi e veçantë është dhënë dhe femrave, sidomos nga UEFA, ku kursi për to ofrohet gratis nga Federata Shqiptare. Dhe së fundi, sa më ndanoj se të dy shërbej këtij brezi, ky diplomim në UEFA C? Patjetër, duke parë nivelin, siç tham, ishte i kënaqshëm, pash dëshirën e studentëve për të mësuar, uroj që të gjitha dijet që ne ndam bashkë në kurs dhe dijet që ata vetë kishin, t'i vënë sa më shpejt, sa më mirë në funksion, për t'i shërbyer sa më mirë brezit të ri dhe për të nxjerrë kampionët e së ardhmes. Ju falenderoj shumë. Faleminderit ju.